Influenceria e njohur Efi dhe se cila gjithmonë është përpjekur që jetën e saj sentimentale ta mbajë private, ka dhënë së fundmi detaje rreth marrëdhënies së saj të fundit. E ftuar në një studio televizive, Efi u pyet drejt për drejt nëse ka rënë ndonjëherë në dashuri. Po, u përgjigj ajo, teksa zbuloi se dashurinë më të forte ka përjetuar në moshën 26 vjeçare. Tani në moshën 26 vjeçe, isha dashuruar edhe më herët, por nuk mendoj se dashuritë krahasohen. Unë mendoj se janë të ndryshme. Ti nuk mund të ndjesh të njëjtin emocion kur je vogël, edhe kur rritesh, ndryshojnë gjërat, u shpreh Efi. Ajo theksoi se dashuria që i vjen në një etap tjetër të jetës nuk është as më e madhe dhe as më e vogël, por thjesht ndryshe. Unë mendoj se dashuria që do më vi tani nuk është se unë do them është më e madhe apo më e vogël, do jetë thjesht ndryshe, tha Efi. Sipas saj, dashuria më e madhe mbetet ajo e fundit, pasi është më e afërta dhe më e freskëta në kujtesë. Për mua dashuria ime më e madhe ngelet dashuria ime e fundit, sepse atë e kam më të afërt, e ndjej më shumë. Ishim bashkë për 3 vite, zbuloi Efi, teksa nuk dha detaje se pse ndodhi ndarja. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.